jemi sërish bashkë, tani gati të zhvillojmë edhe bisedën tjetër në këto minuta që na ka mbetur të programit ton. Kemi një lidhje të drejt për drejt me sopranon e njohur Ana Naçe. Përshëndetje Ana, faleminderit shumë që u bëre pjesë e pasdites. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën. Është një koincidencë, Ana, ne kemi pasur sot një vit në intervistën e kaluar. Do thotë, po e bëjmë kështu çdo 6 majt kemi në program. Besoj që pajtosh. Kemi për vjetorin. Besoj që pajtosh ti Ana, po edhe Mediana që viti po shkon shpejt. Kjo ka rëndësi. Kështu që kjo, mirë, na trego e vërtet, na trego për emocionet. Besoj që Brukseli, në përgjithësi, po Belgjika është një prej vendeve kështu ku vlerësohet arti edhe puna juaj. Na tregoni për emocionet kështu që i ndjeni pas krejt punës juaj, po njëkohësisht pastaj të flasim edhe rreth armës patjetër. Patjetër. Emocionet janë të papërshkrueshme, domethënë sado që të mundohesh ti bësh këto emocione në fjalë, nuk di si ti them se fjalët nuk mjaftojnë, janë gjëra aq të mëdha të papërshkrueshme, ndjesira, domethënë publiku, një dhuratë e madhe, të gjithë njerëzit që të japin kaq konfidencë, që e hapin zemrën e tyre, kaq emocion, një komunikim, qoftë edhe pa fjalë, nëpërmjet nesh është një dhuratë, është vërtet një gjë fantastike. Ju jeni duke shijuar edhe suksesin e rolit kryesor që keni pasur. Së fundmi një rol në këtë shfaqje të rëndësishme që mori vëmendje të mediave, shkruajtën për juve, për realizimin e mrekullueshëm të këtij roli, kështu që tani që ka përfundu, po besoj edhe keni marrë veten nga ato emocione, mund të na tregoni më shumë si shkoi e gjithë performanca e përgatitje deri tek premiera. Atëherë, përgatitja është një punë kolosale. Për të përgatitur këtë gjë duhet të paktën 6 muaj, sepse çdo repertor i ri që merr përsipër ka nevojë për shumë kohë për të vënë në korda, për të vënë në trup, duhet ta provosh. Domethënë, do kohë që ta lësh edhe të qetësohet dhe pastaj ta rimarrësh përsëri. Domethënë, 6 muaj është patjetër e domosdoshme. Edhe për repertoret që janë më klasike, domethënë të Verdi, të Puccini, të shekullit 19-20, por kjo ishte një kreacion që ishte bërë posaçërisht për zërin tim nga Harold Noben. Ne u takuam paraprakisht para se ai të fillonte këtë kompozim dhe bëm disa takime që të shikonim çfarë regjistri deri çfarë notash poshtë, lart, domethënë ka nevojë zëri im, çfarë ngjyrash mund të bëjmë, shumë elemente karakteristike të zërit tim që i duheshin atij për të bërë këtë kompozim. Dhe unë ndjej një nder shumë të madh që për një krijim botëror në një shtëpi që mori çmimin si shtëpia më e mirë operistike e vitit 2025, u kompozua dhe një kompozim dhe një oper për mua, siç është edhe literatura e famshme franceze e Emma Bovary, siç është Shakespeare në Londër, domethënë edhe kjo në Francë, edhe këtu në Belgjik, dhe e vlerësoj jashtëmase shumë, domethënë nuk mund të mendoja një dhuratë më të bukur dhe një gjë më fantastike në jetën time që mund të bëja këtë rol. Mu desh, domethënë 6 muaj, pastaj provat janë prej 1 muaj, domethënë prova nuk ishim dhe as shumë, sepse të gjithë njerëzit që vinë si regjizorja, si dirigjentja, skenografia, të gjitha vinë nga shtete të ndryshme dhe ata kanë agjendën dhe kohën e tyre dhe nuk mund të bëhet më gjatë se kaq, domethënë 1 muaj prova. Gjë që është rekord, shumë shpejt, dhe pastaj erdhën shfaqjet, të cilat edhe shfaqjet për shkak të Covidit, sepse agjenda e operave është 3 deri në 4 vjet përpara dhe si një shtëpi si La Monnaie në Bruksel, domethënë tani ka mbaruar sezonin 2028 programin e tyre. Kështu që kur erdhi Covidi çdo gjë u spostua, shkoi edhe më larg, nuk ishte salla për të vënë të gjitha këto opera që u spostuan dhe shkuan më vonë. Kështu që ne na duhej që këtë opera kaq të rëndë, ku unë jam solistja prej 2 orë 20 minuta vetëm në skenë, një monolog i stër gjatë dhe i stër lodhshëm, sepse është goxha roli i madh dhe dramatik, domethënë edhe të këndosh për kaq kohë të gjatë është shumë e vështirë. Ishte edhe ditë për ditë, domethënë unë kam kënduar 7 herë në 10 ditë, që është shumë e rëndë dhe
më të shumë në kohës bëhet një shfaqje 2 ditë pushim, një shfaqje 2 ditë pushim, domethënë ishte një sprove vërtet, por një gjë shumë e bukur që e bëra me shumë kënaqësi dhe doli me një sukses shumë të madh. Ana, besoj për gjitha këto që i përmende, sakrifica, punë shumë e madhe, që shuprit para publikut, besoj ndjeni mirë me përcjell publiku pa të interes. Po, shumë, do më thënë, kishte shumë njerëz të operës sigurisht, drejtora, njerëz që kanë ardhur nga shtete shumë të ndryshme për të parë këtë vepër, kishte edhe shumë kritika nga Gjermania, Japonia, Italia, nga kritikat më të mëdha të operës që u prit jashtëmase shumë mirë, do më thënë, dhe kam thënë fjalët më të mira për këtë operë, si për regjizorën, si për mua, si për skenografin, edhe për shkrimin për libreton. Do me thënë jam tepër e lumtur sigurisht edhe publiku, njerëzit që unë i njoh sepse jetoj këtu prej shumë kohësh, që erdhen më suportuan dhe njerëz që ishin edhe kurios që nuk e dinin shumë edhe zërin tim, po këtu e panë në të gjitha spektrot, sepse të këndosh 2 orë 20 minuta, do me thënë tregon gjithçka që mundesh. Ishte vërtet një dhuratë fantastike që unë mund të komunikoja gjithashtu me njerëz që i njoh edhe me publikun belg që u prit vërtet shumë mirë dhe pati një sukses të jashtëzakonshëm. Pra, padyshim një punë e madhe që le themi gati 1 vit ka marrë kohë, 6 muaj përgatitje, pastaj 1 muaj prova intenzive deri tek shfaqja, është një periudhë shumë e gjatë. Megjithatë prap ajo skena mundet me t'jap emocione të cilat ndonjëherë mundet me ndodh me diçka të papritur. Ke pasur ndonjë rast në këtë shfaqje, diçka që ndoshta ka dalë një moment situata prej kontrollës, sepse po flasim për një paraqitje mbi 2 orë që është shumë e gjatë. Sigurisht, në premier, do me thëmë, neve kishim bërë prova gati për 2 javë dhe e dinim shumë mirë të gjitha gjërat si do shkojnë, do me thënë edhe fundin, në fund fare Ema Bovary bën vetvrasje dhe merr helm Miu, si është edhe në libër historia. Dhe në kulisa, do me thënë backstage, majtas edhe djatas, ata kishin harruar që të vinin helmin në mes të skenës për mua, do me thënë nga që kjo operë është kaq e gjatë dhe nuk ka pauzë, në mes ata kishin harruar që nga fillimi ta vinin, edhe unë gjatë gjithë kohës duke parë nga skena në skenë e pash që ajo nuk kishte aty edhe pa arritur skena ime, por nga që nuk dal dot nga skena se janë gjithë kohën aty nuk i bëja dot as shenjë, as të thosha që keni harruar të vini helmin, sepse unë në fund fare e marr helmin edhe e vë kudo në fytyrë e ha, do me thënë si diskutohet me kredibilitet, mundohem që të më besojnë që unë po e ha të helm, po duke kënduar, nuk është e mundur, ajo nuk është helm, është nga i sheqeri që i hidhet kekut, që është aq i imët i ëmbël. Dhe mundohem që mos ta përtyp sepse nuk është mirë për kordat vokale, kur kene sheqer dhe të këndosh, ju e dini vetë, domethënë nuk është e mundur të këndosh. Atëherë ata e harruan, kështu që aty në skenë kishte dhe. Dhe unë atëre bëra sikur ky dheu ishte helm dhe mora e puta në gojë, në fytyrë, kudo shpejt, kështu si të mundja, sepse ashtu skena, duhet ta hedh komplet në fytyrë, të bëj sikur po vjen fundi, sikur po vdes. Dhe u bëra komplet e zezë në fytyrë në vend që të bëhesha e bardhë, siç është në këto fotot që keni ju tani. Po janë besoj momente të bukura apo jo, të cilat i mbajnë mend gjithmonë. Tani unë qesh, po në atë moment ishte pak panikur e pash që s'po e gjej, pastaj tash okay, po e bëj kështu me çka ndodh aty. Marr me mend. Në kaq që bashkëpunëtorët në këtë shfaqje kanë qenë ata bashkëpunëtorë që punojnë vazhdimisht apo kanë qenë diçka të ri, çfarë kanë qenë komente, si ishte bashkëpunimi me ta? Bashkëpunëtorët që kam bashkëpunuar me ta kësaj here ishin të gjithë komplet të rinj dhe kemi pasur një ekip fantastik që është një ekip ëndër, do me thënë të gjithë janë aq zemërmdhenj, aq tolerant, të gjithë duan që ky projekt të shkojë aq mirë dhe pa ego, të gjithë çfarëdo lloj gjëje që të kërkohet, të ketë nevojë njëri apo tjetri, janë në gatishmëri dhe bëjnë të pamundurën që të shkojë çdo gjë vaj, sepse në fund të fundit të gjithë duam që çdo gjë të shkojë mirë dhe ky projekt, kjo operë të ketë një rezultat fantastik dhe të
të kemi yje, do me thënë, të jetë një gjë e bukur. Kështu që ishte një eksperiencë fantastike që të gjithë ishin shumë njerëz të mirë dhe në shërbim të artit, se në fund të fundit kjo është më e rëndësishmja, shërbim të artit, të popullit, të publikut, që të japim diçka prej tyre, të marrin diçka prej neve, dhe kjo është funksioni i artit. Ana, jemi fare në fund, po besoj që keni plana, po tash pas këtij projekti ku do të gjejmë? Atëherë, unë vi në Prishtinë në datën 28 maj në Chopin Festival, më datën 28 maj, pastaj më pas kam një gala në Tiranë për Down syndrom, për fëmijë dhe për njerëz që kanë Down syndrom. Dhe në datën 1 qershor këndoj tek recital te Opera e Tiranës, Opera dhe Baletit në Tiranë. Pastaj në datën 6 qershor këndoj në Shkodër me Elda Larun dhe orkestrën e Shkodrës. Dhe këndoj në festival Mik në 13 Korrik, festivalin e famshëm të Imba Mulës, që mezi pres të këndoj dhe atje. Do me thënë të gjitha gjërat janë në Shqipëri dhe Kosovë këto që vijojnë deri në verë. Sa bukur, pra pas kemi mundësi që me u taku edhe në studio për një bisedë dhe më të detajuar për gjithë karrierën tënde, me shumë kënaqësi do të presim edhe në studion e programin tonë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit Ana, të përshëndesim shumë nga studio. Faleminderit edhe juve. Një mbrëmje të mbarë. Gjithashtu, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.